Tashti çdo lagje kishte objektet e vetit kultit. Pjesa, thash, e tabakëve, ajo zona lindore, kishte para xhamin e tabakëve, xhamin e Tetovës, që ishte xhamia e Tetovës, kishte funksion tjetër. Përveç faljes aty, në periudhën nga maj deri në shtator, gratë, familjet bëshin piknik. Xhamia e Balit, edhe xhamia, që thash xhamia e Sherif. Me qenë që ekonomikisht ra fort ajo xhamia e zona e Terzive, se u shkut njeriu nga veshjet e traditës që janë tjetër në fotin, edhe popullsia aty filloi, ishte në pjesët e para që u inundu, si theme, nga qytetarët tjerë nga Shqipëria, dhe me vetëm xhamia tabakëve, e cila u rujt deri tërmeti vitit 1922, ja, zjarri 1912, po qytetarët e lagjes, e Mhalles, pra tabakëve që ishin, e rindërtuan për të rezistuar deri në vitin 1967, kur filloi ajo. 1967 e kthyn në një vend ku bësh për atë praktikat Orkestra Femore e Tiranës. Për te Lanës, pra fillon xhamia e Haxhet Hembeut, xhamia e Karrapicit, që është prish kurba bulevardi, xhamia e madhe, pra xhamia më e madhe e Sulejman Pashës, që kishte edhe tyrbën e Sulejman Pashës, xhamia e Stërmasit, Bazar të Vjetër, xhamia e Metfirës, ty ku është shkolla e Sami Frashëri. Në Pazar të Ri u ndërtu xhamia e Kokonozit, përdet i pasha i Kokonozash, sipër ishte xhamia e Zajmit, edhe xhamia e Bërxollit, xhamia të bukura, dhe përfundonte me xhamin e Shehut Vogël, Sheh Voglit, aty ke rruga Vllazën Huta. Ajo prish dhe u bë xhami provizore, në ke rruga Qemal Stafa, xhamia me Teneqeqi thëshin, që kishte në patronazh komuniteti Dibran. Të gjitha këto xhami, pra, me përjashtim të xhamis Haxhet Hembeut, i nënshtruan, pra, politikës ateiste të shtetit shqiptar të asaj kohe.